Të gjitha makinat e luksit që qarkullojnë në vend do të jenë objekte jetimit nga administrata tatimore. Ky hetim lidhet me faktin se pronarët e tyre rezultojnë të jenë individ të paregjistruar në organet tatimore. Administrata njofton se tashmë ka një sistem të ri tatimor, i cili ofron informacion në kohë reale për tatim paguesit që kanë një mjet të tillë. Ky njoftim vjen pas marrëveshjes së realizuar dhe me Drejtorinë e Transportit Rrugor. Hetimi nënkupton një proces verifikimi të ardhurave të individit, pasuritë e deklaruara si dhe burimin e pasurisë së tij. Sipas të dhënave në vitin e fundit janë rreth 400 mjet e luksit të cilat janë në tregun vendas, por individët që i posedojnë nuk janë të deklaruar në tatime, madje as nuk plotësojnë deklaratën vjetore të ardhurave. Një mjet luksi konsiderohet ai me një vlerë mbi 50.000 euro. Administrata tatimore bën thirrje që individët të zbatojnë ligjet në fuqi, pasi në të kundër do të vendos masa të sigurimit mbi mjetet dhe do të zbatojë procedurat e mbledhjes me forcë. Gjithashtu, tatimet bëjnë apel që individët të mos tjetërsojnë pasuritë e tyre për të shmangur këto detyrime.